Atëherë më falni që po ja them për Nietzsche degeneron rëndshëm, reperin Don Xhoni me disin që ka nxjerr para 16 minutash, shkurt e shqip. Ti me kon mangup si le njerëz me 3 shuplaka. Dhe më thënë Nietzsche edhe fakti që ore që ka e vërtet që Don Xhonin e pas kanë kreth. Por na thot Nietzsche që këto e pas kanë rraf me vërtet. Dhe më thënë, sepse u hap llafi që finimi ka kap shuplaka këtë Don Xhonin, pas ka qenë e vërtet si muhabet, sepse nuk është e pakët që ta thot dhe një reper si Nietzsche, a kupton? Më thënë, ky është një ndër diset më të frikshëm që kam dëgjuar këtë 2 vjeçarin e fundit seriozisht, një ndër diset më të fortë, i pa diskutueshëm dis, kështu që bravo domethënë reperi më i ri në zonë, Nietzsche, që ma dëgjon llafin që bëni disa mos më rrini tu bën numra kot si gangstera. Dhe i thot Don Xhonit që tisha aq gangster ti nuk të rrifte finemi me shuplakat, ka marrë shpulla finemi, thot. Çfarë gangsteri je ti? Domethënë hedh fakte, gjithsesi ne do dëgjojmë pak, edhe dhe mbyllim si muhabet, edhe do kthehemi prapë te tema e Don Xhonit. Domethënë kjo është i qare, sepse me aq sa kam pa personalisht Don Xhoni, sa që hypen me Wizin ose me Ryanairin, ka 17 veta tradhun që i mban si tip bodyguard, dash vlezë kushëri. Thosh ti sikur ka një hasmëri ky valla. Seriozisht domethënë, është më keq se ai Mayweather, jo plagu. Nuk e di, domethënë nuk guxon me bë i foto i fans me këtë tipin. Sepse kapin bodyguard, thot ma lër pin xhukun rehat se nuk do të bëj foto me ty. Gjithsesi play. Umore sigur prol me tu bona, o ti ka si i bomba si gjana, kritikal për e pera smotona, fono popo edhe shpulla tikona, literalisht vesh një koqe e ki, se njonën kom një që ta kanë hekë Turki, kurva te flishta dujni, qish më t'mov ty seriosisht kur shrit është mafi, ha? Ti me kon mangup si le njerëz me 3 shuplaka. Ti me kon mangup si le njerëz me 3 shuplaka. Dhe më thënë Nietzsche edhe fakti që ore që ka e vërtet që Don Xhonin e pas kanë kreth. Por na thot Nietzsche që këto e pas kanë rraf me vërtet. Dhe më thënë, sepse u hap llafi që finimi ka kap shuplaka këtë Don Xhonin, pas ka qenë e vërtet si muhabet, sepse nuk është e pakët që ta thot dhe një reper si Nietzsche, a kupton? Si e mangup prepe dhe din krejt e strada. Nuk je mangup o pill, e din krejt e strada. Ti me kon mangup nuk i len njerëzit me 3 shuplaka. Domethënë kjo është ajo pjesa më brutale që tham e ka degeneru reperin tjetër Don Xhoni. Domethënë pres një diss të mirë fill, siç e ka bërë Nietzsche, qofse e bën Don Xhoni. Domethënë ky është diss perfekt. Domethënë flet me emra pa përmend emra. Nuk i bisi Magellanit, sepse kuptohet që është për Don Xhonin. Kështu që domethënë Nietzsche, welcome to the party, sapo hyre në lojën e gangster lookut. Sepse për me diskutu një reper do të kesh 3 tipare. Të kesh lek kur bën këngë, të kesh bërë paktën 72 orë para burgim, do të konsideroj si reper, edhe të bësh i diss, qofse s'ke bëj një nga këto treja, nuk të konsideroj fare të videot e mia. Kështu që bravo Nietzsche, shikoj në video ashme, jepni mendimin në komentin tuaj, sepse Don Xhoni kur e po bën Don Xhoni featuring me Albanians, që ti bi Nietzsche, a e keni pa? Është bashku me Albanians